efekt tek mos suksesi i LDK-s, mos kandidimi juaj, por ju thoni që nuk keni lëshuar asnjëherë në terren. E kam dëgjuar disa herë ta keni bërë këtë shpjegim, andaj dhe ndjeva të obligative që t'ju thras drejt për drejt. Shumë faleminderit. Është e vërtet që unë kohën e fundit kam qenë ma pasiv, sepse ka qenë kërkesa e LDK-s që unë mos të kyqem në fushat. Bile në zgjedhjet e kaluara kanë shkuar aq larg sa që kanë thonë nëse Agim Veliu vjen në fushat e bën fushat për LDK-n ai humb zgjedhjet, kështu që unë ju kam përmbajt asaj kërkesës LDK-s, kam qëndruar pasiv edhe rezultatin e kanë atë që e kanë. E qartë, zoti Veliu... Pastaj ka qenë një përpjekje që të më nxjerrin si fajtor për humbjen. Unë e kam sharu edhe këtë pjesë, që unë nuk mund të jem fajtor për diçka që nuk kam bë, po megjithatë u po që unë kam qenë faktor në podium. Sakt. Me vite të tëra, sepse nuk e kam humb asnjë garë, në asnjë zgjedhje, sa herë kam dalë, kam garue, për çfarë do pozicioni qoftë, unë kam dalë fitues. Me qartë. Po, mirë, do të jap mundësinë zotit Smakiqi, Xhavdet Smakiqit avokati, që e tha këtë që të sqarohet edhe derisa ju jeni drejt për drejt. Faleminderit që unë kam respekt për Avokati kujt qenë ka ky? Smakiqi. I Kosovës. Avokati është me licencë, nuk është i dikujt. Agim respekt. Nuk qenë ka avokati mirë. Jo, ta shpjegoj se nuk ta shpjegoj çka kam thonë. Kam thonë që Smakiqi kam dëgjuar edhe një herë në një emision para një kohe. S'kom pëlqy garant. Jo që s'm ke pëlqyer, po ke thonë gjëra të vërteta që s'merrem unë me atë jam pëlqen, ti s'm pëlqen. Faleminderit. Ti fol totalisht gjëra të pavërteta. Kur ashtu për çka? Pas ke fol edhe tash, edhe sonti që s'kam dëgjuar, kështu që unë po do ta shpjegoj. Po do me ta shpjegoj se sipas ke ndëgju. Kom thonë që me qenë se Agim Veliu ishte përjashtuar apo nuk ishte përkrahur nga leadershipi Lumer Abdigjiku, pasiviteti i tij ka mujt me ndihmu fitores e Bulliqit dhe lëvizjes vetë vendosje. Mirë, kur kam dëgjuar edhe çaj ngëm. Në momenti kur ti po i thu veti që jam faktur dhe e pasivizu në mënyrë automatike analizën a del që lëvizja vetëvendosje ka fitu për shkak pasivitetit tuaj sepse ta ka bon ashtu edhe partia, nuk e ke bon me qëllim. Po unë e thash që unë ju kom përmbajt kërkesës në analizë po bojnë ato. Edhe LDK-s në përgjithësi. Nuk jena në gjykat me shpalus fakte, se nuk e di që ke botin në periuda në përlogje. Po ke nejt pasiv dhe ke post të drejtën tonë, ti e ku një figurë qendrore LDK-s dhe pasiviteti jëtë kanë ndiku që lëvizja vetëvendosje të fitoj në PDJ me kandidatin e LDK-s, por se Shmeti Bulliqi ishte deputeti i LDK-s. Mirë, pranojmë zotë Veliu. Kam thënë dhe besoj që këto janë të vërteta. Kam përshtypjen që të paktën tash këtu ti kështu do ta thosh pas zotit Smakiqi. Faktikisht ata që po bojnë garë për PDJ-n sot, të dytë në një farë forme kanë qenë drejtorët të mitë, faktikisht. Po të lutem, po këtë e kam thënë. Po, të dytë. Edhe kjo që po mundohet me bo shkputje, që totalisht e ka gabim, që po distancohet nga kaluara e LDK-s, po bën një gabim katastrofal, edhe ai që po e mohon një pjesë të historisë e jetës vetë partijake. Unë ty të krahasova me Partinë Demokratike në Skënderaj, thash sikur se zotin Ljoshtaku me përjashtu, Partia Demokratike mund të me post. Nuk e ka me qëllimin e kësaj.